jo vetëm këtë rast nuk e di a është e vërtetë ajo që thuhet për pastrimin apo jo, por e di që është e vërtetë e madhe që në të kaluarën ka ndodhur. Ndodh edhe tash në secilën ndërmarrje publike, ne e shohim bëhet parë e të punësuarve aty. Po problemi jam nuk është ky kryesori. Problemi im kryesor është që komuna ka rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e mbeturinave përbrenda territorit saj. Dhe pavarësisht se kush është akteri i përfshirë, qoftë ajo ndërmarrje publike apo private, komuna megjithatë është një përflamurtari i cili duhet të pri angazhimit vërjes televizje të çdo mekanizmi i cili mundet me ngesë për një arsye ose tjetër. Edhe nëse potencialisht ka kesh menaxhim, përsëri është komuna e cila duhet të gjejë mekanizma për t'i vënë në lëvizje institucione të caktuara që ata të cilët kesh menaxhojnë të largohen prej aty. E tash, na e dim që jetojmë në Kosovë dhe shumë gjëra që funksionojnë, do thotë edhe këtë fakt e di, mirë, po ajo çfarë po dua unë me shtruktu si problem është që 800 punëtorët në pastrim dhe 500 të cilët janë në Prishtinë kanë kapacitet human të mjaftueshëm për ta mbuluar menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë. Pse se bëjnë një gjë tani këtu po vi. Kanë edhe infrastrukturë goxha të bollshme. Normalisht i kanë disa probleme me kamionet të cilat do duhet të rregulloheshin. Mekanike ato. Do të i dëgjojmë gjithmonë që ankohen, mirë po mendojon që po të kishte një vullnet politik prej gjithë, dhe në këtë rast edhe për lëvizjes vetëvendosje dhe për çdo partie politike e cila është e përfaqësuar në asamblenë komunale, unë mendoj që do të gjendej zgjidhja. Absolutisht që në këtë rast duhet të japim të drejtë pastrimit për rregullorën e fjalë, sado që ajo mund të jetë edhe e palehtëshme, por siç e zoti Sfesla është ka institucione të cilat e vlerësojnë dhe për bindjen time, komuna nuk do duhet të ndërmerrte atë hap për të thirrë qytetarët që t'i bëjnë pagesat në komunë derisa të del një vendim i gjykatës. Do thotë këtu mendoj që komuna ka bërë një veprim të gabueshëm dhe i ka kontribuar kësaj gjendje. Se mandej, ndoshta edhe për qëllime politike nëse është bërë, prap pastrimi e ka një argument të fortë që thotë unë nuk kam kapacitete elementare, bazike, s'kam naft për t'i furnizuar kamionet që dalim dhe të kryjmë shërbime. Dhe kjo tani, çfarë është një gjë tjetër e rëndësishme, e cila fatkeqësisht nuk ndodh. A ka ndodhur ndonjëherë që të matet kapaciteti real i ndërmarrjes pastrimi për mundësinë e tyre për të ofruar shërbime? Do thotë, nëse na po themi që komuna duhet të angazhojë kapacitete shtesë, këtë rast ndërmarrje private, në gjendje emergjente gjithmonë, sepse rregullorja është e tillë që nuk po e lejoj ka. Atëherë, a mundet dikush më na prezantojë neve, kushdo qoftë, një vlerësim të performancës, kapacitetit, të cilën e posedon pastrimi aktualisht në situatën në cilën është. Dhe atëherë mandej të bëhet ndarja në proporcion e mbulueshmërisë së kryeqytetit. Unë absolutisht nuk do doja që gjithë këta punëtorë jo vetëm të rrezikoj puna, paga, por këta të kishin paga dhe më dinjitetshme, sepse janë çesharake paga që këta i marrin, do thotë për punën që këta e kryjnë, për rrezikun me cilin këta ballafaqohen çdo ditë. Mendoj që pagesa që e marrin është me vërtet më të ardhkeq. Dhe kjo tani, se kush ka faj, a ka faj menaxhmenti, a ka faj komuna, mendoj të dy palët, sepse për inote politike, e fatkeqësisht tash më duhet ta them që pothuajse as edhe një herë nuk ka ndodhur që pas ka qenë një herë kur ka qenë zoti Musleu drejtor dhe mbase kryeshefi aktual është antar i PDK-s, nuk e kemi parë këto probleme. Pra, atëherë kishte qenë mirë me rregullu këtë punë. Nëse LDK-ja është në pushtet në komunë apo cila do parti,